Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik, dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij me ndershmëri e sinqeritet deri në ditën kur do të takohen me Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra, u ndalëm në herën e kaluar pikërisht në momentin kur i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam mbërrin në hyrjet e Medinës ose aso kohë në fshatrat e Medinës, konkretisht në zonën e Kuba. Por para kësaj, gjatë këtij udhëtimi i dërguari i Zotit, udhëtimi i cili zgjati plot 11 ditë, 3 ditë prej cilave qëndroi në shpellë dhe 8 prej tyre në të cilat i dërguari i Zotit përshkroi plot 380 kilometra, afër 400 kilometra rrugë, dhe thamë që zgjodhi rrugën më të vështirë. Kjo për të qenë më i sigurt ai dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pra i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam po na jep një mësim, sepse të gjithë veprimet e tij janë mësim. Po na thotë, edhe në çastin kur ke siguri, pra Allahu subhanahu wa taala atij ka garantuar mbrojtje. Edhe në çastet kur ke siguri, kur ke mbrojtje, ti duhet i bësh sebeve dhe ti ndërmarrësh hapat për të garantuar siguri në jetën tënde. Ndaj dhe i zgjodhi, domethënë që rruga e tij ishte rruga më e vështirë për t'i thënë ummetit tij, sepse në çdo çast, në çdo hap që ai ka hedhur, ka qenë shembull dhe model për të tjerët të cilët e pasonin, pra për t'u thënë atyre që duhet t'i bëni sebebet dhe të ndërmerrni hapat që siguroni selametin, garantoni sigurinë tuaj. Në këtë udhëtim i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam, një ndërndodhi që ka ndodhur, ka qenë dhe takimi me Ummu Abd. Ummu Abd ishte një zonjë e nderuar e cila jetonte në mes Mekës dhe Medinës, por që shquhej shtëpia, çadra e saj, më mirë themi, shquhej për bujarinë. Pra kushdo që kalonte në ato treva, ishte e pamundur që të mos konsumonte vaktin e radhës aty. Pra ishte e pamundur që të mos konsumonte vaktin e radhës. Allahu dëshmiron. Dhe profeti alayhi salatu wasalam kur kalon aty bashkë me Abu Bekrin, duke mos ju prezantuar, patjetër nuk ju prezantua kësaj zonje të nderuar, i kërkon diçka për të ngrënë, për t'ia blerë. Pra i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam nuk lyp në asnjë situatë të tillë. Gjithçka ai i kërkon është në këmbim të pagesës. Janë mësime të mëdha këto. Do ta marrësh kokën lart, duhet të qëndrosh vazhdimisht i Zoti i vetes. Ajo që profeti alayhi salatu wasalam thotë, dora e cila jep, pra e cila përpiqet, është më e mirë se sa dora e cila kërkon. Dhe në gjithë se i cilën prej tyre ka hajër, ka dobi. Gjithë se i cilën prej tyre ka hajër, ka dobi. Dhe profeti alayhi salatu wasalam i kërkon kësaj zonje të nderuar diçka për t'ia blerë. Pra ndonjë qingj, ndonjë kec, diçka për t'ia blerë. Ai i tregon se nuk ka asgjë prej tyre dhe nuk posedon, domethënë, në çadrën e saj edhe ushqim, pra nuk ka as ushqim. Profeti alayhi salatu wasalam sheh një dele në një qoshe aty dhe i kërkon asaj, thotë, po kjo delja këtu. Pra nuk është se i dërguari i Zotit po heton me të, absolutisht. Thjesht i dërguari i Zotit, domethënë, po përpiqet të kuptojë, thotë, po kjo delja këtu. I thotë, është e smur, është e patakatshme, nuk ka fuqi t'i bashkohet tufës, ndaj im shoq e ka lënë këtu. Dhe sikur të mos mjaftojë e gjitha kjo, pra që është e lodhur, sikur të mos mjaftojë e gjitha kjo, i drejtohet kjo zonjë dhe i thotë, është shterp. Pra nuk ka qumësht. I thotë profeti alayhi salatu wasalam, a mund të më lejosh ta mjel? Pra imagjinoni nderuarit e mi tani. Pronarja për shembull thotë që është shterp, pra nuk bën qumësht. Dhe ky të thojë, a më lejon ta mjel? Mile, thotë, po nuk ka qumësht. Thotë dhe profeti alayhi salatu wasalam e merr këtë delën që ishte e lodhur.
të delën e cila ishte shterë, cila nuk garantonte ushqim për të tjerët, thotë dhe duke e marrë për ta miel atë i mbushën gjitë e saj plot. Sahabisë të nderuarit e mi. Këto janë mrekullitë më të vogla që i ka pasdhënë Allahu subhanahu wa taala të dërguarit të tij. Imagjinoni se çfarë përcjell Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë një ditë për ditësh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dha një trajs ose një trast me hurma. Dhe më tha, shko Abu Huraira, merre dhe dërgoje në shtëpinë tënde, të thash Zoti bereqet në do. Dhe konsumova unë dhe familja ime pa u paksuar as pak prej saj, për gjatë gjithë kohës me pejgamberin alayhis salam. Pasi ndroi jetë pejgamberi alayhis salam gjatë gjithë periudhës së Ebu Bekrit, 2 vite e 4 muaj ose 2 vite e gjysmë. Pas gjithë kësaj konsumova një trast, po flasim, nuk po flasim një magazin, një trast. Hajde pas ka pas 20 kg maksimumi. Pas gjithë kësaj do të konsumova për gjatë gjithë periudhës së Umerit, 10 vite. Pas gjithë kësaj konsumova dhe në kohën e Uthmanit, dhe kur u vra Uthmani nisi të paksohet trasta dhe kuptova, thotë Abu Huraira, se tani e tutje bereqeti në ummetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam është në rënje. Pra përse sahabët nuk munden të krahasohen me të tjerët pos brezit tyre, sepse mrekullinë më të madhe që ishte i dërguar i Zotit dhe shpallja e Kuranit famlar, ata ishin dëshmitar të saj. Ishin dëshmitar të kësaj ngjarje, ndaj dhe nuk mund të krahasohen me askën tjetër. I përjetuan këto gjëra. Çfarë mund t'i flasësh ti Abu Huraira radhiyallahu anhu ose ta fusësh në dyshim diçka në lidhje me të dërguarin e Zotit alayhis salam. E tjetri, po flas në rastin konkret. Ndaj dhe Ummu Abd, e cila nuk e dinte se kush është ky, nuk ju prezantua, domethënë, sheh një mrekulli e cila nuk ishte normale. Thotë dhe shikoni tani, pasi profeti alayhis salam e miel këtë delën shterp, mirësi dhe mrekulli prej Allahut, thotë ja ofron asaj fillimisht qumshin për të pirë. Arabët e kishin zakon të nderuarit e mi që e konsumonin qumshin si ushqim. Pra kalori është ai, po normalisht nga popull ndryshon. Pra një popull si ne që është quar të konsumojë domethënë byrekun me bukë, i duket e çuditshme që të pi qumshin thatë pa bukë, domethënë ta pi qumshin për të ngop. Duket e çuditshme. Mirë, po ata ishin ndryshe. Pra e konsumonin dhe me njëherë pa e zi. Se fillojnë sot, domethënë, zjeje se mikrobet e gjërat kësaj natyre. Meraku të nderuarit e mi është tjetër, ai ndryshon nga njeriu në njeri. Po flasim për çështjen e meraku. Por ta keni parasysh, ligji i Zotit, pastërtia është ajo që ka vendos Allahu dhe e quhen Zotit pastër. Dhe papastër është ajo që Zoti ka konsideruar të papastër, ndërsa çdo gjë tjetër veç kësaj hyn në kontekstin e merakut që ndryshon nga njeriu në njeri dhe nga populli në popull, i cili nuk është ky ekuilibri i mapjes. Pra ka njerëz edhe vetë profeti alayhis salam ka patur gjëra të lejuara të cilat i ka patur merak ose nuk i ka konsumuar. Ndërto për shembull hardhuca e shkretirës, dabbi, nuk e di emërtimin e saj në shqip, kur e kanë ftuar në një drek, profeti alayhis salam është ulur dhe arabët e kanë për nderim të madh, domethënë me ta gatuar atë, edhe sot. Thotë dhe pasi kanë nisur ta konsumojnë, i dërguari i Zotit alayhis salam e ka pyetur Zotin e shtëpisë që çfarë është. Pra, ka thënë është dab, e ka tërheq dorën. I thot Khalid ibn Walid, i cili ishte për krah pejgamberit alayhis salam, i dërguari i Zotit, a është maraku apo është ligji i Allahut ky? Pra ligji i Allahut ishte i pakrahasueshëm tek sahabët e pejgamberit alayhis salam. A është maraku? Maraku pra ndryshova. Apo është ligji i Allahut? Jo, thot profeti alayhis salam, nuk jam rrit me konsumimin e tij, pra se kemi pas konsumuar dhe nuk jam i ambientuar me diçka të tillë. Ndaj nëse ka diçka tjetër, në të kundërt nuk ka problem. Bismillah, thot Khalid ibn Walid, dhe konsumon ato në prezencë të pejgamberit. Pra, çështja e merakut ndryshon nga njeriu në njeri dhe nga populli në popull, por asesi nuk është ky matësi që bën diferencën, domethënë se çfarë është e pastër dhe çfarë nuk është e pastër.
E pastër dhe papastër është ajo që Allahu dhe i dërguari i tij e kanë konsideruar dhe vlerësuar si të tillë. Ndaj profeti alayhi salatu wasalam fillimisht i ofron Ummu Abdit, zonjës së shtëpisë për të pirë, e cila me të konsumuar ajo e mjel sërish atë delen dhe i ofron shokut të tij, shokut të jetës, shokut të dynjas, shokut të xhennetit, Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, i ofron kur pinte Ebu Bekri, më pas pin ky zotni. Dhe kur pin vet, pra para se të pi, shikoni tani se si e përcjell mesazhin e tij në çfarë do lloj momenti dhe përballë çdo njeriu. Thot profeti alayhi salatu wasalam në një etik dhe në një hadith të cilin e ka transmetuar gjithmonë në jetën e tij, saqil qawm akhiruhum shurba. Ai i cili ofron të tjerëve për të pirë, ai duhet të jetë i fundit i cili konsumon për vete. Ai duhet të jetë i fundit i cili konsumon për vete. Ndaj kur të marrësh me qeras të tjerët ose kur të ftosh të tjerët, një darkë, një drekë, qoftë dhe një mëngjes, pavarësisht se ne nuk ftojmë për mëngjes, por popujt të cilët ftojnë për mëngjes, bujrum po shërbeju miqve, ofroju miqve. Më kujtohet në një nga këto ftesat zyrtare unë dikur, na kish ftuar X-i, se s'po e përmendim se nuk na intereson shumë kjo pjesë. Na kish ftuar për iftar. I tuf hoxhallare, i tuf personalitete të tjera. Kur ulëm aty që ai, erdhi koha e iftarit, domethënë, dhe ishte bufe e hapur, domethënë. Duke prit tani normalisht i zoti i shtëpisë në këtë bujrum, i zoti i shtëpisë një të shkoj një të mosh pjatën e vet të ul duke ëngër me një qosh atje. Në tu prit që se s'po thonte njëri bujrum derisa ngrihet njëri thotë hajde se mos më radhën në sy ai për keq, thotë hajde se u thrit ezani, se ishim një zonë që nuk u dëgjonte ezani. Hajde se u thrit ezani. Pra i zoti i shtëpisë, shko, po ti kur ke agjëru 17 orë, po ne edhe i gjysore, ty nuk ka përgjegjë gjë. Merr edhe se vapin e plot. Shërbeju miqve, uroju mirëseardhjen e tyre, se të kanë nderu. Vallahi kur të vjet tjetri në shtëpi, vallahi të kanë nderu vallahin. Mos e konsidero domosdoshmë si diçka të rëndë. Nuk han kush riskun tëndre. Gjithse i cili han riskun e vet, konsumon riskun e vet. Frisohet njeriu. U bubu. Ku ka u bubore? Miku vjen dhe bashkë me të vjen riskun, sjell riskun. Fëmia i cili vjen jetë, bashkë me jetën që ka ardhur ai sjell riskun e vet. Nuk han fëmia për riskun tënd. Ju përmend shkurtimisht një histori bashkëkohore për një person i cili punonte në një vend të botës arabe, punonte në një kompani të madhe, pra po flasim para 30-40 viteve. Thotë dhe ai pronari i kompanisë, duke e parë se ishte shumë i zellshëm në punë, ky personi dëshiron që t'ia ngrejë rrogën, po nuk don të bëjë ngritje për të gjithë. Pra këtë e sheh më të përkushtuar. Dhe dëshiron të fokusohet pak tek ai. Ndaj i thot financierit, do të lutem ngrija rrogën pa i thënë gjë. Edhe ja ngren në atë përqindje që i kishton pronarit, domethënë ja ngren rrogën. Mirë po, në ato ditë që i ngren rrogën, ky mungon një 2-3 ditë në punë dhe pa njoftu. Normalja ishte që ditët që mungonte, i parasyetuar për para raport duhet të hiqnin. Ndërkohë që pronari thotë mos ja hiq, i jepja ditët edhe jepi dhe shtesën. I thot financierit, thot, çfarë tha? Çfarë do të provoj? Asgjë tha. Allahu ja shtof vetëm kaq, po i numëroi, se i thot ky që ai numër, po i numëroi. Allahu ja shtof vetëm kaq, pra vuni firmën u largu. Pas 1 ose 2 muajsh, ky mungon sërish. Pas 1 ose 2 muajsh, mungoi sërish disa ditë. Të shti pronari, i thot financieri, dore ky, s'filloj të na bë filma. Mos kujto ky tha se sa herë duhet mungoj ngrej rrogën unë se ta maj mirë. Ktheja rrogën siç e ka pas, edhe hiq edhe ditët që ka mungu, meqense nuk ka njoftu. Në rregull, thotë. Ashtu veproi. Thot kur ja dha rrogën, i thot ha,
Çfarë tha? Allahu ja shtoft, ta puni firmën e asnjë gjë. Spyti tha që pse më pak. Jo dhe spyti fare. Më thirr tha herë në zyrë. Shkon në zyrën e pronarit i thotë, "Ore, çuditshme me ty. Ta shtoj rrogën spyt. Ta heq rrogën spyt. Si është ky muhabet me ty?" Pse thotë ky? Thotë, "Po para 1 muaji ose 2 muajsh, kur ti mungove. A nuk ta hoqa rrogën? Më fal, a nuk ta shtova rrogën?" Thotë, "Po. Po pse mungove?" thotë. Them drejtën, thotë, "Më lindi nusja. S'kishte kush me i nejtë, thotë, ke spitali, u detyrova 1-2 ditë dhe nuk kisha, thotë, telefon me njoftu. Me qenë se isha i parë syetuar, thash hajër, inshallah, le ti heqi këto 2 ditë se s'ka jo." Po thotë, "Po mirë, po kur unë të dhash më tepër, nuk bëri përshtypje ty?" Thash, "Ja, s'mbëri përshtypje tha." Thash, "Risku fëmijës. Ka ardhur fëmijë i ri, e në ka ardhur bashkë me të risku." Po mirë tha. Po tani që të hoqja, ta ktheva siç e ke pas rrogën, e ti hoqja dhe ditët që ke mungu. Them drejtën tha, "Mu më vdiq nana." Normalisht ishe i angazhuar mja 4-5 ditë se elbeten është roba i që ka vdek. Tha, "Mirë, Allah më mëshiroft se nuk kemi marrë vesh gjë." Tha, "Nuk kam telefon për me njoftu." Prap tha, e ndiva veten të parë syetuar. Ndaj tha, nuk njoftova dhe thash, "Hajt le ti heqin ato ditë." Po s'bëri përshtypje tha që ta ulëm rrogën e ti hoqëm? Jo, tha, s'bëri përshtypje. Sepse thash ta risku nanës. Vdiq nana, hiku risku nanës. Thotë ti financier, hajde këtu. I jepja rrogën ashtu siç e pa ta vendos para 2 muajve se këtij edhe po t'ja heqë shkret kryesoj qeka. Domethënë, mos u tremb se të erdhi miku ke shtëpia se nuk ka për të hëngur riskun tëtër se gjithse i cili konsumon riskun e vet. Nuk mundesh vallahi, billahi, nuk mundesh asesi të konsumosh diçka e cila nuk është e jote, nuk është caktuar për ty. Por përgjegjësia jonë është si do ta konsumojmë riskun e Allahut. Këtë na kërkon Allahu prej nesh dhe na ka lënë ne të lirë të zgjedhim. A do ta konsumojsh me halal apo do ta konsumojsh me haram? Këtë ke në dorë ti. Ndaj zgjidh e merr. Ndaj dhe Imam Ahmedi rahimahullah, kur e pyesin se çfarë është devotshmëria, dhe thonë devotshmëria është çfarë kalon këtu. Pra shkon për poshtë dhe çfarë del nga këtu, jo më kot e kishte përkufizuar fen komplet pikërisht në këtë fjalë kaq të shkurtër, sepse njeriu duhet të jetë komandues i asaj me të cilën ushqen trupin, ushqen dhe familjen e tij, i asaj të cilën e flet. Ndaj dhe Ummu Abd nuk u tremb as pak, edhe pse nuk ishte muslimane, nuk ishte besimtare, ishte si gjithë njerëzit e tjerë, nuk u tremb as pak. Mirë po me pejgamberin alayhi salatu wassalam tregoi një të vërtetë, e vërteta e pamohueshme, që ishte fakti që nuk gjej diçka në shtëpi për të ushqyer. Largohet pejgamberi alayhi salatu wassalam me përshtypjet më të mira, duke bërë lutje për këtë zonjë, që Zoti t'i shtoj bereqetin kësaj e familjes së saj. Vjen i shoqi në shtëpi dhe habitet sepse sheh një tenxhere ose një enë me qumësht aty. Pra sepse profeti alayhi salatu wassalam pasi piu dhe vet, e mushi sërish atë. Dhe i thot, o i grua thot, çfarë është ky qumësht këtu se kopenja e deleve ka qenë gjitha me mua, e baktive. Dhe i tregon, zonja e nderuar i tregon për këtë njeri. Nuk di thot se çfarë ta përshkruaj, por kaloi pranë këtu një njeri dhe shikoni se si e ka nisur dhe e ka përshkruar pejgamberin alayhi salatu wassalam. Thot, ai ishte njeri i mesëm ose 7 mesëm. Ishte njeri i qetë, përcillte dëshëmirësi, prezenca e tij. Të jepte të kuptojë domethënë se kishte siguri. Pra mjafto prezenca e tij me tregu se kishte
siguri. Kur fliste qetë. Dhe nista përshkruaj pejgamberin alayhi salatu wasalam që ishte i shoqëruar dhe nga një i dytë, i kishte syt në këtë formë, atë formë, është një ndër përshkrimet më të bukura që ka bërë kjo zonjë për dërguarin e Zotit. Pasi e dëgjoni shoqi thotë, ky është ai që kërkojnë Kurajshitët. Ky është ai që kërkojnë Kurajshitët. As sikur tisha thotë, kisha qenë prezent të përfitoja dhe unë prej tij, të përfitoja dhe unë prej tij. Kaluan vitet dhe kjo zonjë nderuar bashkë me të birin e saj shkon në Medinë, elhamdulillah e ka begatuar Allahu e ka pranuar Islamin. Shkon në Medinë me një tufë shumë të madhe, me një kopë shumë të madhe. Bereqeti i pejgamberit i lutit së profetit alayhi salatu wassalam. Dhe i biri sheh, pra i biri që aso kohë kishte qenë i vogël, sheh Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe thot, a mos je ti shoqëruesi i pejgamberit që keni kaluar pranë çadrës tonë në filan vend? Po, thot Ebu Bekri radiallahu anhu. Thot dhe kishin sjell shumë dhurata për dërguarin e Allahut prej bylmetit e prej bereqetit. Pra, kjo ishte një ndër historitë të cilat nuk e patëm përmendur më parë, që është e vërteta, domethënë gjatë emigrimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tham që i dërguari i Zotit, pra siç përcillet në histori, udhtimi, emigrimi i tij zgjati plot 11 ditë. 3 ditë prej tyre ka qëndruar në shpellë dhe 8 ditë të tjera ka përshkruar këtë distancë për 380 apo 400 kilometrash, duke ecur natën dhe duke pushuar ditën. Pra një mesatar afro 50 kilometra në ditë ose 50 kilometra në një 24 orësh. Muslimanët e Medinës ishin njoftuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tashmë ishte nisur, pra kishte dalë nga Mekka dhe ditë e për ditë dilnin në Kuba. Çfarë është Kubaja? Kubaja është një zonë që është larg qytetit aso kohët Medinës, sot nga xhamia e pejgamberit 5 kilometra. Vetëm 5 kilometra. Madje me një bulevard të ri që ata kanë bërë sot 3.7 kilometra është komplet. Po flasim domethënë dikur rruga ka qenë vetëm 5 kilometra. Dhe aty fillonin fermat e banorëve të Medinës. Pra ishte edhe fshat, po ishte edhe ferma për njerëzit, për banorët e Medinës. Dhe dilnin thot derisa u nxende vapa, pra u bënte shumë vap nga mëngjesi deri në drekë. Dhe kur u bënte shumë vap dhe nuk u dukte askush që vinte, sepse i binte që t'ishte hyrja jugore e Medinës kjo, atëherë u kthenin edhe një herë tjetër në Medinë, shkonin në Medinë dhe pushonin. Derisa vjen pikërisht kjo ditë, dita e 8 ose 11 fiks nga dalja në Mekë. Po flas dita e 8 në udhtim. Dhe nisen të largohen. Aty një hebre, shef të dërguarin e Zotit i shoqëruar nga Ebu Bekri, ai njihte, nuk i njihte. Shumë musliman nuk e kishin parë profetin alayhi salatu wasalam. Ishin shumë ata të cilët nuk e kishin parë. Mirë po, i njoftuar se është në shoqërinë e një personi të dytë, u thot o ju Medinas ose o ju musliman, erdhi ai që ju po kërkoni. Dhe aty shihet domethënë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, i cili sapo ka mbërritur në Kuba, në hyrje domethënë ose fshati Medinës së asaj kohe, dhe ndalon pikërisht aty ku është xhamia e Kubas sot. Inshallah për ata që nuk e ka vizituar Allahu xhel xelalu wa mësof që të gjithë ta vizitoni për haxhe për umre. Shkojnë pasi lënë devën aty në një distancë për afro 100 metrash, ndoshta dhe më pak. Profeti alayhi salatu wasalam shkon bashkë me Abu Bekrin, për ato që e viziton sot quhet kopshti El Mustadhal, ose vendi ku i është bërë hije. Dhe njerëzit të cilët shkonin drejt pejgamberit alayhi salatu wasalam për ta përshëndetur, thash që shumë prej tyre nuk e njihnin se nuk e kishin parë të dërguarin e Zotit. Ndaj duke parë që Abu Bekri kishte nisur të thinjet dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe pse më i madh nga ai në moshë, thot Aisha radhiyallahu anha ka ndruar jetë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe
nuk i ka patur në mjekër dhe në kokë më shumë se 20 thinja, pra i numërohenin, aq pak ka pas. Aq pak ka pas. 20 thinja në kokë dhe në mjekër. Ndërsa Abu Bekri domethënë kishte nisur vrehje i dukshëm, vrehen i dukshëm thinjat e tij. Dhe duke e parë, normalisht mendja të shkon tek më i moshuari, nisni thotë të përshëndesin fillimisht Abu Bekrin, i jepnin autoritet Abu Bekrit, duke menduar se është i dërguar i Zotit, derisa pan, sepse dielli thotë po shkonte në zenit dhe binte pingull dhe ngrihet ai Abu Bekri, atë pëlhurën ose gjyben e tij, domethënë, dhe i bën hije të dërguarit të Zotit. Kur i bën hije kuptuan domethënë se pejgamberi alayhis salam është ai i cili është i ulur dhe jo Abu Bekri i cili kishte thinje më shumë. Në Kuba pejgamberi alayhis salam pritet nga fisi Beni Auf. Çfarë është Kubaja? Kubaja e thash dhe pak më parë që ishte ferm për Medinasit, por dhe për banorët e zonës aty, dhe aty ku është xhamia e Kubas sot, buzësaj është një pus. Inshallah më mëson Allah, keni edhe shenjat aty domethënë orientuese. Është një pus. Ky pus ka qenë pusi i sahabijut të nderuar Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Po deshet me shkuqje me një pas sqarime kështu fikse, duhet merrni edhe mua aty me vete, se nuk din më shpjegu të tjerë. Dhe ke pusi Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari konsiderohet ndër dajallarët e pejgamberit. Pra pejgamberi nuk është daj pejgamberit, po dajallarët e babës dhe të nënës quhen dajallar për ty. Këto janë tradita islame. Dhe profeti alayhis salam në afërsi të pusit ka qenë shtëpia e një sahabiu të nderuar Kulthum ibn Duhum. Kulthumi nuk e di nëse e ka bën një vit si musliman. Nuk e di, më duket se nuk e ka bën një vit si musliman. Por Kulthumi ka prit pejgamberin alayhis salam në shtëpinë e tij. Dhe më tutje qëndronte Abu Bekri tek një shtëpi tjetër e sahabit të nderuar Saad ibn Khaythama, një distancë diku ke 100 metra. Janë kopshte të cilat ekzistojnë dhe sot e kësaj dite siç kanë qenë dikur, elhamdulillah, mirësi për Allahut. Domethënë që kur shkon në ato treva, aty ndjen aromën e pejgamberit, gjurmët e dërguarit Zotit. Se njeriu ka nevojë edhe të imagjinojë, jo të shohë thjesht një film, por ka nevojë edhe të shohë jetesën e tyre. Dhe ka jetuar pejgamberi ose ka qëndruar pejgamberi alayhis salam për ditë me radhë pikërisht tek ky sahabi i nderuar tek Kulthumi. Thuhet që i dërguari i Zotit në Kuba ka qëndruar 4 ditë për të pushuar dhe thuhet se ka qëndruar 14 ditë. Në të dyja rastet, sepse nuk është shumë e rëndësishme se sa ka jetuar, se sa qëndroi pejgamberi alayhis salam aty. Çfarë është e rëndësishme është se pejgamberi alayhis salam gjatë qëndrimit të tij aty, qoftë 4 ditë apo qoftë 14 ditë, shikoni se si bën ndryshim. Merr përsipër të ndërtoi xhaminë e Kubas, e para xhami e ndërtuar në Islam. Pra para se të ndërtoi xhaminë e tij në Medinë, ka ndërtuar xhaminë e Kubas në një tokë të dhuruar nga fisi Beni Auf, dhe këtë vendin e përdorin fisi aty dhe më gjërë e përdorin për të tharë hurmat, sepse është e sheshtë ajo dhe e përdorin komplet për të tharë hurmat, pasi ishte dhe e pambjellur. Dhe i është dhuruar profetit alayhis salam vendi ku thon ndryshe, domethënë ka qenë qëndrimi i deves së tij aty. Madje aq shumë kanë qenë kujdesur muslimanët për ruajtjen e shenjave të pejgamberit alayhis salam, sa nëse viziton kupolën e madhe të xhamisë Kuba, ndaj them që mos shkoni pa mua atje. Për atë që e viziton, kupola e madhe e xhamisë Kuba, po të ngresh kokën lart, ka 2 vrima. Ka 2 vrima aty. Domethënë diku ke 2 ose 3 metra largësia me njëra tjetrën. Nuk janë për ajrosje, por i kanë lënë si shenjë që këtu ka ndalu dhe këtu ka qenë xhamia e vjetër e pejgamberit alayhis salam. Këtu ka qenë xhamia e vjetër, pikërisht aty u ka ndalu deveja. Aty u ka ndalu deveja e pejgamberit. Pra nëse themi se ka jetuar vetëm 4 ditë aty, për 4 ditë ky zotni i nderuar zgjedh të bëjë ndryshimin, që do thotë vllai im,
4, 3, 2 apo 1. Ti duhet zgjedhësh të bësh ndryshimin për mirë. Dhe profeti alayhi salatu wasallam ka bërë ndryshimin. Pra në versionin e 4 ditëve ka hyrë në Medinë, sepse Kubaja është Medinë, ditën e hënë, e martë, e mërkur, e njëjtë. Dhe ditën e Xuma është nisur për të shkuar për ku? Për në qytetin e Medinës. Është larguar rreth 1 kilometër nga zona aty, mirë për gjatë gjithë këtij kilometri i dërguar i Zotit, domethënë tek gjithë se i cili jo pushonte se nuk kishte më kohë për të pushuar. Por kjo është vlerësimi më i madh që mund t'i bësh dikujt, ndalej për t'i përshëndetur njerëzit dhe për t'i falendëruar një nga një. Dhe zuri, koha e Xumas, jo më në xhaminë e Kubas, po në atë që do të jetë vendi i parë që do të fali Xuman i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam, vendi i parë që sot quhet Xhamia e Xumas. Pra është ndërtuar dhe aty një xhami, rreth 1 kilometër ka distancë me xhaminë e Kubas. Këtu i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam ka falur Xuman e parë, ku numri i atyre të cilët kanë prezantuar ka qenë më shumë se 100 persona. 100 persona. Tham, ose kam përmendur dhe më para, se Xumaja e parë është falur në Medinë në mungesë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai i cili e ka drejtuar, ai i cili e ka organizuar ka qenë sahabiu i nderuar As'ad ibn Zurara. Ai i cili e ka drejtuar ka qenë emisari i parë dhe ambasadori i parë në Islam, sahabiu i nderuar Mus'ab ibn Umair, i njoftuar që nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam me obligueshmërinë e faljes së namazit të Xumas, drejton për herë të parë, pra para se mu fali dërguari i Zotit, ai i cili e ka falur Xuman e parë ka qenë pikërisht sahabiu i nderuar Mus'ab ibn Umair. Në Kuba pejgamberi alayhi salatu wasalam i bashkohet dhe Aliu, ku diferenca do të thonë midis nisjes së Aliut dhe pejgamberit ka qenë 3 ose 4 ditë. Thamë që pejgamberi e la Aliun në Mekë për të shlyer detyrimet ose amanetet të cilat i kishte në përgjegjësinë e tij. Dhe i është domethënë i është bashkangjitur Aliu, ndërkohë që pejgamberi e ka gjetë pejgamberin në Kuba, kanë hyrë së bashku në Medinë. Falin Xuman të gjithë së bashku në drejtimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam për të vazhduar më tej për në Medinën e tij. Medinja para ardhes së pejgamberit alayhi salatu wasalam e quanin Taiba, ose zonën të gjithën e quanin Tihame, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka quajtur Medinë. Dhe quhet Medinja e pejgamberit alayhi salatu wasalam sepse është një kapitull në vete, vlerat e këtij qyteti të bekuar që priti pejgamberin alayhi salatu wasalam, mesazhin e tij, dhe do të jetë si i tillë deri në ditën e Kiametit, deri në ditën e Kiametit, ku profeti alayhi salatu wasalam flet për vlerat e Medinës dhe thotë se ajo Medinja e largon të keqen dhe të keqen nga vetja, ashtu sikurse zjarri e largon atë ndryshkun ose e largon pislllëkun nga hekuri. Madje përcillet se dietari i shuar dhe prisi i njohur Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, Umar ibn Abdul Aziz ka jetuar në Medinë derisa Sulejman ibn Abdul Malik, që ishte mbreti dhe kalifi i kohës, e afron në drejtim të Damaskut. Abdul Aziz, domethënë Iyadi, ka qenë vali i Medinës, po ashtu dhe Umeri radhiyallahu anhu. Madje në kohën e Umar ibn Abdul Azizit si vali i Medinës janë gjallëruar shumë shenja ose domethënë çfarë ishte trashëguar nga prezenca e pejgamberit në vende të ndryshme. Pra Umar ibn Abdul Aziz i bënte xhami aty ku kishte sebebe, dhe ka në Medinë ka shumë xhami të vogla, po të gjitha kanë histori. Të gjitha kanë histori me pejgamberin alayhis salam. Pra ishte tepër i dhënë pas ruajtjes së trashëgimisë islame. Dhe kur është larguar Umar ibn Abdul Aziz, domethënë nga Medinja me urdhër të mbretit për të qenë domethënë një këshilltar i tij atje në Damask, në kryeqytetin e botës islame të asaj kohe, ka thënë domethënë është pikëlluar, ka qarë, ka thënë vallë, a mos jam dhe unë prej atyre të cilët i ka përzon Medinja,
për është pikëlluar. Do thonë mos jam vallë unë prej atyre që i ka përzon në dinja, domethënë jam i keq, jam përpjekur të bëj të mirën. Dhe profeti alayhis salam thotë që kujt i jepet mundësia që të jetojë dhe të vdes me dine, le ta bëj. Le ta bëj diçka të tillë. Secila do të ishte hutbja e parë e profetit alayhis salam dhe se çfarë do të ndodhë më gjatë me të, me hyrjen në Medinë kur fillon një kapitull i ri për mbar botën islame, këtë me shpresë Allahu xhelle xhelalu do të ndalim në javën e ardhshme, nëse Allahu xhelle xhelalu do na japi ymër. Edhe diçka të fundit, profeti alayhis salam i ka pasur një vlerësim jashtëzakonisht të madh Kubas dhe xhamis Kuba. Ndaj dhe përcillet në një hadith të cilin e vlerëson dhe Sheikh Albani rahimahullah si të saktë, ku pejgamberi alayhis salam thotë, kush lahet me gusul në shtëpinë e tij dhe shkon për në Kuba për të falë 2 rekat namaz, ai ka shpërblimin e atij që bën umre. Ai ka shpërblimin e atij që bën umre. Komentatorët e këtij hadithi kanë thënë që profeti alayhis salam e ka thënë për të varfërit dhe të pamundurit, të cilët ndodhen në Medinë. Mirë po donte i dërguari i Zotit dhe kishte kufizuar në këtë formë. Kështu që ne po marrim të përgjithshmen, i dërguari i Zotit dhe kishte zakon që çdo ditë shtune të shkonte në Kuba. Çdo ditë shtunë shkonte në Kuba, i falte 2 rekat namaz, u fliste njerëzve për Allahun, u fliste për fenë e Allahut, u fliste për ndryshime të ndryshme që mund të ishin aty dhe thonte drejtohuni për në Kuba, në këmbë apo me kafsh nuk ka rëndësi, pa rëndësishme është që mos e lini domethënë pa i vlerësuar 2 rekat namaz në zonën e Kubas. Lutem ty i madhnueshmi Allahu Zot na fal, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë dhe na mundso Zot të vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundso Zot të vdesim ashtu siç ti do, me dinjitet e shahadet. Lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmur Allah shëroje, për çdo stresuar të brengosur Zot largoja stresin e brengat hallet, mërzitinë e tij dhe çdo gjë që ja shqetëson. Lutem ty i madhnueshmi Allah veçanërisht për muslimanët dhe vëllezërit tonë në Gaza, Zot i pranë tyre, ndihmojo. Jepo o Zot zgjedhje, jepo o Zot për të ngrënë, jepo o Zot siguri, jepo o Zot shëndet, jepo o Zot unitet. Na mundsoj madhnueshmi Allah të reflektojmë gjithë si muslimanë. Të reflektojmë me vetët tona, por të reflektojmë me njëri tjetrin. Të kuptojmë se jeta e kësaj bote është e përkohshme. Janë ditë të numëruara, të cilat duhet i vëmë shërbim të fesë, duhet i vëmë shërbim të besimit. Të lutem ty madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të ndjedhemi këtë vend begat, me madhërinë tënde na mundsoj madhnueshmi Allah që të gjithë bashkë me familjet tona të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.